Të dashur miq, nuk e di nëse e dëgjuat apo e pat, se si po manipulohet opinioni publik në Shqipëri, se si kërkojnë të spostojnë vëmendjen publike nga ky skandal që ka pllakosur vendin. Dhe disa studio televizive në vend të diskutojnë këtë skandal të madh që po bëhet në Shqipëri, diskutojnë duke spostuar vëmendjen publike nëse spakat e kaluar apo jo kompetencat, duke pezulluar nga detyra Belinda Ballokun. Një skandal vërtet i madh. Që ky nuk është një skandal individual, ky është një skandal kolektiv, duke përfshirë të gjithë qeverinë, sepse gjithë qeveria është zhytur në atë lumbin e korrupsionit dhe kryeministri është bërë një garant i vërtet i të korruptuarve, sepse kjo është aleanca e përjetshme të korruptuarve. Këta po vjedhin, po xhvasin, po shkatrojnë tokën tonë të përbashkët, pasurinë tonë të përbashkët, pa pikë dhe mësurie, përgjegjësie dhe morali. Dhe sot opinionet në studio televizive flasin nëse spakat e kaluar apo jo kompetencat. Po çfarë do të bëj spak kur në një vend që është kthyer anormal dhe të flasësh për normalitet në këtë vend është bërë banale, kur një zëvendës kryeministre e cila akuzohet dhe është marrë pandehur nuk jep dorëheqjen, dhe aq më keq kryeministri nuk e shkarkon. Dhe gjë më skandaloze dhe më të mërshme që çon vendimin e spakut në gjykatën kushtetuese, duke thënë që është një rast unik, nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të botës kjo që po ndodh në Shqipëri, por nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të botës kjo që po ndodh në Shqipëri, kur një zëvendës kryeministre nuk shkarkohet dhe nuk jep dorëheqjen, dhe kryeministri e çon vendimin në gjykatën kushtetuese. Unë nuk e di, sepse në një vend demokratik shteti nuk mbahet me forcë, me dhunë, me frikë, por mbahet me përgjegjësi. Dhe nuk e di në ku lindin dhe ku janë arritur ta njerëz, se shqiptarët nuk e kanë për zakon të shesin vendin e tyre.